familjeve përfituse, për shkak se në kryeqytet ka ende qytetar të cilët vinë këtu furnizohen me ushqimet e tyre. Sepse ky dyqan është një urë lidhëse në mes të njerëzve të varfër edhe shtresës së pasur. Të varfrit kanë nevojë për mbështetjen e të pasurve, e të pasurit kanë nevojë për ta pastruar pak pasurinë e tyre. Të dashur miq të RTS, jemi në dyqanin social këtu në Prishtinë, në kryeqytet, bashkë me drejtoreshën për mirëqenie sociale, zonjën Adelina. Dyqan ky i cili funksionon nga shoqata Bereqeti në bashkëpunim me mirëqenien sociale të kryeqytetit. Drejtoresh, ju lumt për këtë punë, e pam që shumë njerëz erdhën, morën gjana ushqimore, çka ju dashtën, domethënë artikuj esencial për jetë, qysh e konsideron këtë aktivitet dhe sa jeni të kënaqur edhe me bashkëpunimin, po edhe me ato mirënjohjet që i merrni prej qytetarëve. Faleminderit Gane që në këtë fund vit keni ardhur për të pa njënën prej aktiviteteve tona më të rëndësishme, njënin prej programeve më të rëndësishme që e kemi si drejtori e mirëqenie sociale. Ne konsideroj se jemi me fat që kemi partner si që është shoqata bëmirëse humanitare Bereqeti, e cila që në start kur e kemi ideuar bashkarisht këtë ide, ka qenë e para që ka thonë po, do ta bëjmë bashkë dhe ne do të jemi të gatshëm të qëndrojmë prapa në secilin segment dhe për të furnizuar me gjitha ushqimet esenciale e po ashtu edhe me produktet higjienike. Jemi shumë krenarë dhe të lumtur që ky projekt i joni, ky program, kjo politikë sociale për të qëndruar pranë qytetarëve më në nevojë në kryeqytet, po jetësohet dhe çdo ditë kemi qytetarë të cilët vinë këtu furnizohen me ushqimet e tyre. Çdo muaj rreth 70 qytetarë në nevojë, 70 familje në fakt në nevojë në kryeqytet, marrin ushqime në dyqanin ton social, i cili është i hapur për ta dhe i gatshëm që për të ndihmuar. Fatmirësisht Bereqeti asnjëherë nuk e ka ndalur dorën, edhe atëherë kur kanë ardhur qytetar për te listave tona të përbashkëta, nuk e kanë mbyll derën për të thënë që jo nuk mundemi. Kemi bërë çare edhe për ata qytetarë të cilët nuk kanë qenë pjesë e listave tona, por që i kemi parë dhe janë evidentuar që janë raste në nevojë. Fatmirësisht, siç e shihni, dyqani është gjithmonë i furnizuar mjaftueshëm dhe për këtë jam mirënjohëse dhe falënderuese nga zemra shoqatës humanitare bëmirëse Bereqeti. Çka dua të bëj tani, një apel, një thirrje për gjithë njerëzit e vullnetit mirë që të na bashkohen në këtë kauzë, që të qëndrojmë sa më afër qytetarëve në nevojë, se vetëm kur shtrim dorën humanitetit dhe solidaritetit, atëherë kemi arritur dhe misionin ton, që është, po besoj, më esencial, që të jemi human, që të jemi për njëri tjetrin, ajo që na dallon edhe nga krijesat e tjera. A i keni arritur pritshmëritë gjatë këtij viti, a i keni të i kaluar pritshmëritë që i keni pas edhe prej bashkëpunimit, po edhe prej furnizimit të qytetarëve me ushqime? Sigurisht që pritshmëritë tona kanë kaluar, sepse ne fillimisht e kemi nisur me 50 familje që çdo muaj do të fillojnë, do të furnizohen dhe tashmë kemi arritur në 70 sosh. Dhe kjo konsideroj që nuk është gjë e vogël. Dhe ne me Bereqetin kjo është vetëm njëri nga programet e shumta që kemi në bashkëpunim me Bereqetin, sepse ne kemi shquar edhe në kupshte të ndryshme, në shkolla të ndryshme, kemi quar pajisjet të anvisërisë, kemi dërguar pa fond edhe pako për qytetarët në nevojë, qoftë në festat e rëndësishme që i kemi, qoftë në data të caktuar dhe të shënuar, apo qoftë pa ndonjë datë të caktuar, vetëm për të qenë pranë qytetarëve në nevojë, qoftë në shpërndarje të mishit, qoftë në shpërndarje të ndihmave të ndryshme që kanë të bëjnë me një mirëqenie sa më të mirë, sepse zotën ne për këtë jemi dhe bashkë, që mirëqenia e qytetarëve të jetë në nivelin çfarë dëshirojmë. A do të vazhdoj ky bashkëpunim edhe apritet që të rritet numri i qytetarëve të cilët përfitojnë nga? Po, normalisht që bashkëpunimi ne jemi vetë të interesuar që këtë bashkëpunim ta thellojmë dhe sigurisht që të e pa që në këto 2 vite aq shumë kemi ecur dhe aq shumë kemi avancuar, duke shtuar dhe familjet e tjera, duke e fuqizuar dhe më tej bashkëpunimin siç e përmenda edhe në fusha të ndryshme, edhe kudo që Bereqeti e ka pas një mundësi, ka qenë pranë komunës së Prishtinës, duke na konsideruar si partner serioz, gjë të cilën edhe ne e konsiderojmë si partner serioz Bereqetin, kështu që rrugtimi jon jam më se e bindur që do të vazhdoj edhe për shumë vitet e tjera. Nëse dikush vetë shpreh dëshirë për me mbështet një aktivitet tillë, domethënë prej donatorëve, prej bizneseve, se po shohim që ka firma të ndryshme, domethënë të produkteve ushqimore, ku duhet me u orientu të Bereqeti, po a munden me orientu njerëzit edhe të
pas një diskutim. Ne jemi partner dhe jemi bashkëpunëtor në këtë pikë, qoftë njerëzit e vullnetit mirë, donatorët, bizneset, ne bëjmë thirrje dhe bëjmë apel që secili të afrohet tek ne dhe të bashkohemi, sepse kur jemi bashkë jemi dhe më të fuqishëm. Kështu që mund të drejtohen qoftë tek Bereqeti, te shoqata Bereqeti, qoftë tek Drejtoria e Mirëqenies Sociale, te Komuna e Prishtinës, edhe në fanpage tona që i kemi online, që i kemi në rrjetet sociale, po edhe në numrat kontaktues që janë online, domethënë që janë edhe në webfaqet të Komunës së Prishtinës, numri është numri i drejtorit, është numri i asistencës dhe mund të drejtohem kudo qoftë. Mundësia është pafund, vetëm na duhen njerëzit që të tregojnë vullnetin e tyre, e mbi gjitha dhe bizneset të cilët kanë edhe një përgjegjësi sociale për t'u kthyer komunitetit të ardhura dhe fitimet e tyre që kanë. Jemi në fund vit, edhe po e mbyllim me shumë suksese këtë dyqan social, këtë bashkëpunim, këtë partneritet që i kena pas me Drejtorinë e Mirëqenies Sociale të Komunës Prishtinës, dhe kemi startu me 50 familje, por numri është rrit, falë donatorëve të cilët neve na mbështesin. Kështu që ky rrugëtim i jonë dhe ky bashkëpunim me Komunën e Prishtinës, që ka qenë deri me tani, do të vazhdoj edhe vitin që po hym. Kështu që kjo ide e këtij dyqani social po reflekton pozitivitet, po reflekton edhe gjërat e mira të cilat vijnë edhe për donatorët, po edhe për ata të cilët kanë nevojë. A është vetëm një dyqan në Prishtinë apo keni edhe pika tjera? Ky dyqan është dyqani i 5 që ne kemi hapur në territorin e Kosovës dhe ky hapja këtyre dyqaneve shpresojmë t'i hapim në shumë komuna të Kosovës për shkak se ideja e këtij dyqanit është që ne edhe të ruajmë dinjitetin e nevojtarëve, por edhe t'jetë më e lehtë edhe për koordinatorin tonë që ata nevojtarë të cilët kanë nevojë për gjëra ushqimore dhe higjienike të vinë dhe t'i përzgjedhin vetë artikujt, se nganjëherë të kaluamën prej përvojës tonë kemi dhënë artikuj ushqimor të cilat nuk kanë qenë ndoshta të nevojshme ose s'kan ditë t'i përgatisin familjet, kështu që kjo ide e dyqanit është që të vinë dhe t'i marrin vetëm ato artikuj të cilët i nevojiten i familjes. Do të thonë se cili qytetar ka mundësi me zgjedh atë për cilën ka nevojë. Po kjo është ideja e dyqanit social, që të vije familja nevojtare edhe për shembull në muajin dhjetor ti merr disa artikuj, kurse nëse në janar ka prej atyre artikuj ende në shtëpinë e vet, atëherë ato artikuj nuk ka nevojë me marr, por i merr disa artikuj tjerë të cilët janë nevojshme. Artikujt që të gjenden në dyqan janë të dhuruar prej bizneseve, prej prodhuesve, për shembull se po shohim firma të ndryshme, qoftë të orizit, qoftë të fasulës, të vajt e tjera, janë të hapura edhe biznese tjera nëse don me dhuru, për shembull sheqer ose diçka tjetër? Po ky dyqan është i hapur, domethënë edhe për bizneset që janë vendore, po edhe që janë nga jashtë. Këto na i sigurojmë, ose i kemi siguruar deri me tani prej bizneseve vendore, por kemi edhe artikuj të cilët kemi prej fondacioneve të jashtit, siç është nga Drejtoria VAKF të Republikës Turqisë, por kemi edhe artikuj të cilët kanë mbështet edhe nga diaspora jonë nderuame. Kështu që kjo është e hapur, siç u tha këtu edhe nga Drejtoria e Mirëqenies Sociale, që janë të hapur edhe donator, bizneset të vendit të sjellin artikuj dhe pse jo edhe të prezantojnë edhe kur bëhet edhe shpërndarja këtyre artikujve. Kështu që është e hapur për bizneset që të sjellin të mirat e tyre materiale që ne bashkërisht i shpërndajmë të familjet nevojtare. Cilat janë planet për të ardhmen? Planet për të ardhmen në këtë dyqan social është që ne ta shtojmë numrin e familjeve përfituese, për shkak se në kryeqytet ka ende numri është i madh i cili ka nevojë për ndihmë. Kështu që ky dyqan të rritet, të ketë kapacitet që ta dyfishojmë numrin e atyre familjeve nevojtare që kanë përfituar deri me tani, ose deri në këtë muajin e fundit të këtij viti. Në cilat qytete tjera keni hap pika? Po hapjen e pare kemi bërë këtu në kryeqytet, në Prishtinë, pastaj kemi hapur në Prizren, në Malishev, në Fushë Kosovë edhe në Drenas. Të dashur shikues, e pat nga afër cila është puna që bëhet nga këto dyqane, cili është kontributi i shoqatës Bereqeti, të gjithë ata që kanë biznese mund të kontribuojnë, të gjithë ata që kanë nevojë mund të kërkojnë ndihmë, sepse ky dyqan është një urë lidhëse në mes të njerëzve të varfër edhe shtresës së pasur. Të varfrit kanë nevojë për mbështetjen e të pasurve, e të pasurit kanë nevojë për ta pastruar pak pasurinë e tyre edhe për ta mbështetur shtresën në nevojë. Drejtor, faleminderit shumë, nëse ke diçka që të ka met pa e thënë. Jo, vetëm edhe ato që bën apel edhe ti, edhe ne
prapë i ftojmë bizneset, njerëz të vullnetit mirë të bashkangjiten kësaj ideje që ta çojmë përpara këtë ide, sepse edhe në disa shtete evropiane shohim kësi lloj ideje, se na kena marrë model në disa shtetet e Evropës, kështu që bëhet më kollaj edhe për ata të cilët japin, edhe ata të cilët marrin, që t'i shohin, do me thonë, pasurinë e tyre, ata të cilët durojnë, për edhe ata që përfitojnë, t'jenë ma afër atyre të cilët durojnë. Atëherë ju falenderojmë gjithëve prej këtij vendi ku e bën një balancë social.